Ky episod u mundësua nga Abi Bank, Vodafone, Lajthiza, Metropolitan, Melia Durrës, Tumo. Doktor Ishlidia, mirë se erdhe në podcast. Jam shumë e lumtur që je këtu sepse i kam shumë për zemër temat për shëndetin mendor në këtë platformë dhe kur mësova që një studim i fundit i OBSH-s i udhëhequr nga zyra që ju drejtoni në Kopenhagen, një zër shqiptar, zbulon disa të reja për raportin e teknologjisë me shëndetin mendor tek fëmijët dhe të rinj. Thash sa mirë. Edhe zë shqiptar, edhe një zë i kohës, edhe një zë që kemi nevojë që të shpjegojmë se kemi kaq vite që flasim, nuk janë bërë studime, çfarë do ndodh, si po ndikon kjo teknologjia në trurin dhe në botën tonë, në botë kuptimin tonë, sidomos të fëmijëve dhe të rinjve. Unë së pari të falenderoj shumë që më ftove në këtë podcast. Jam shumë e lumtur që u takuam bashkë së pari, sepse je një emër i njohur në hapësirën mediatike shqiptare, edhe që më në fund u takuam personalisht. Por sidomos jam shumë e lumtur që në fakt ja dedikove këtë seri të sotme shëndetit mendor. Të dhënat në fakt janë shqetësuese, sepse që përpara se të kryej ky studim, kishte të dhëna të qarta që shëndeti mendor i fëmijëve, adoleshentëve dhe të rinjve është në rënje të qartë. Duke filluar që nga mënyra se si fëmijët dhe adoleshentët raportojnë mbi shëndetin e tyre mendor. Për shembull, një përqindje shumë e madhe vajzave 15 vjeçare referojnë që ndihen të vetmuara. Dhe është shumë interesante sepse teksa një përqindje e madhe vajzave 15 vjeçare referojnë që ndihen të vetmuara, ato janë gjithashtu grupi midis adoleshentëve që janë më shumë në koneksion online. Kjo do të thotë që na jep të kuptojmë që koneksioni online jo domosdoshmërisht të jep ndjesin e të qenurit në marrëdhënie me njerëzit. Pra, ndërkohë që relacionet, marrëdhëniet online kanë të mirat e tyre, ato gjithashtu jo domosdoshmërisht zëvendësojnë marrëdhëniet njerëzore personale që tradicionalisht brezat më përpara kanë njohur si mënyrën kryesore për të lidhur me të tjerët. Në fakt, historikisht, njerëzit kanë komunikuar, kanë patur ndërveprimin, madje Homo sapiensët mbietuan se arritën të komunikojnë. Pikërisht. Po komunikuan me njëri tjetrin. Komunikuar me njëri tjetrin dhe Homo sapiensi vinte nga qenie që ishin më të ulta në stadin e zhvillimit se sa Homo sapiensi, që gjithsesi ishin qenie që synonin të komunikonin me tjerët. Ne e shohim në botën e kafshëve nevojën që kanë kafshët për të socializuar, të mos flasim për majmunin që është kafsha më afër me njeriu, por edhe kafshët tona shtëpiake, të cilat janë tashmë të zbutura, kanë nevojën për të socializuar qoftë me njerëzit, qoftë me njëri tjetrin. Pra ne nëse shikojmë veten tonë si qenie biologjike, jemi të programuar për të kontaktuar, për të komunikuar me njëri tjetrin. Kështu që avancimi i teknologjisë dhe përhapja e marrëdhënieve njerëzore në hapësirat online, jo domosdoshmërisht mund ta zëvendësojë me sukses komunikimin ndërpersonal që mijëvjeçarët na kanë mësuar të kërkojmë. Doktor Ishlidia, cila është platforma për ju më e rrezikshme? Unë nuk do doja të shkoja tek platformat, sepse platformat janë, si thuash, një mjet në të cilin mbillen apo transportohen ape të caktuara apo idera të caktuara. Pra, nuk do doja të ndalasha tek një platformë apo tek një tjetër, sesa tek fakti se sa këto platforma janë të angazhuara për të filtruar përmbajtjet e dëmshme. A jeni futur në TikTok ndonjëherë? Nuk e përdor TikTokun. E ke parë se si funksionon? Në fakt, pohoj që nuk e di se si funksionon TikToku. Okej, po ta dije do flisje ndryshe. Okej. Por e di që TikToku është ndër ato platforma të cilat janë të diskutuara dhe të diskutueshme për mënyrën se si përmbajtjet e caktuara ju qasen fëmijëve dhe adoleshentëve dhe për efektet që ato kanë në shëndetin e tyre mendor. Ju jeni mjekë psikiatra, edhe keni shumë përvojë me trurin e njeriut, me shpirtin, me botën e njeriut. Si ndikon ekrani dhe swipe-i në trurin e një fëmije, në trurin e një triu, të një adoleshenti? Atëherë,
Fëmijëria është momenti i vetëm që kemi për të mësuar autodisiplinën. Edhe në botën e kafshëve që jetojnë në shoqëri, sepse edhe kafshët jetojnë në shoqëri, por edhe në botën e njerëzve, ne kemi momente të caktuara të hershme në jetën tonë, ku na mësohet, na vihen kufit dhe mësojmë cila është disiplina. Këto janë mjaft të rëndësishme, sepse këto janë premisat e sjelljes shoqërore. Pra, të mësosh se si hapësira që ke ti është hapësirë ku ti duhet të vërdallosesh, si thua, i sigurt dhe i pacënuar, por kjo hapësirë nuk mund të cënoj hapësirën e tjetrit. Dhe kjo është mënyra se si kjo është arsyeja se përse ne kemi nevojë që në femërinë e hershme që të mësojmë disiplinën, autodisiplinën e kështu me radhë. Mediat sociale ose përdorimi i hapësirave digjitale, sidomos ato të cilat operojnë në bazë të algoritmeve ku sa më shumë të shohësh, aq më shumë ftohesh që të vazhdosh të shohësh, ka një problem sepse pengojnë që fëmia apo adoleshenti të mësojë atë që ne i themi autodisiplinë. Çfarë është autodisiplina? Është ajo kur ne kemi shumë të qartë që ne duam të bëjmë këto gjëra, por duhet të bëjmë edhe këto gjërat e tjera. Midis duam dhe duhet, raporti që krijohet midis asaj që ne duam dhe asaj që ne duhet të bëjmë, na ndërtohet nga prindrit, nga shkolla, nga shoqëria. Dhe të gjitha produktet që janë rreth rrotull nesh dhe që përdoren nga prindrit, nga shkolla, nga shoqëria, ndikojnë në këtë raport që ne krijojmë midis asaj që ne duam dhe asaj që ne duhet. Ky është një brez që shkon tek ajo që duam. Ka vetëm duam tani, nuk ka duhet. Kemi ikur ne jemi brezi duhet. I duhet. Ti duhet. Tani ti mundesh. Swipe i vazhdueshëm që unë vazhdoj në mënyrë të pafundshme, bile unë mbaj mend se jam ati brezi që mbaj mend, edhe kur për shembull mediat mainstream, gazetat. Më përpara ti e kishe që artikullin e lexoje në 3 faqe, që ti filloje një artikull online dhe ti duhet të shtypje next, atë faqja tjetër, që të vazhdoj artikullin. Dhe mundet që artikullit kishte 6 faqe online. Ndërkohë që sot, artikulli është i futur në një faqe, ti thjesht shkon poshtë. Pra edhe është lehtësuar jashtëzakonisht shumë. Të mban peng. Tani përfituro një fëmijë të vogël, i cili nuk ka pasur ende asnjë mundësi që të mësoj se çfarë duhet të bëjë. Dhe algoritmet, të cilat përdoren nga hapësira digjitale, janë të tilla që i përforcojnë ato që unë dua dhe jo ato që unë duhet. Kënaqësia e menjëhershme. Si ndikon te një fëmijë? Parimi i kënaqësisë menjëhershme ka lindur me ne. Parimi i kënaqësisë menjëhershme lind me ne. Ne jemi bebe dhe duam, për shembull, ne lindim dhe fillojmë të qajmë. Fillojmë të qajmë se kemi ftohtë, se kemi frikë, kur dalim nga barku i nënës, jemi në një hapësirë të panjohur, të frikshme. Fillojmë të qajmë dhe duam komfort të menjëhershëm. Qajmë sepse duam të pim aty menjëherë. Qajmë sepse jemi lagur dhe duhet të na ndrojë dikush. Pra, ky është parimi i kënaqësisë së menjëhershme, ka lindur bashkë me ne. Dhe me zhvillimin e marrëdhënieve tona njerëzore, aty ne fillojmë të negociojmë. Dhe pastaj fillojmë atë që në psikanalizë i thonë vonimi i gratifikimit, vonimi i dhënies së kënaqësisë. Ne fillojmë të pranojmë që kjo kënaqësia që unë dua dhe që pres të më jepet, mund të ndodhin pas gjysmëore. Kënaqësia mund të jetë edhe thjesht gjiri i nënës, por mund të jetë edhe thjesht rrakja që mua më jepet në dorë që ta kafshoj kur jam bebe e vogël. Pra, me rritjen tonë ne mësojmë që të vonojmë dhe ta pranojmë vonimin e kënaqësisë. Vonimi i kënaqësisë mund të shkaktoj shumë frustracion. Dhe disiplina është e nevojshme që neve të menaxhojmë këtë frustracion që na shkakton vonimi i kënaqësisë. Pra, nëse një fëmijë 1 vjeç fillon dhe qan dhe tund këmbët sepse e do atë raketaken në moment aty, një fëmijë 3 vjeç ka mësuar ndërkohë që lodra mund të jepet mbas gjysmëore. Dhe hapësira sociale dhe scrolli dhe swipe-i që është i menjëhershëm dhe që i ofrohet një kalamani 1 vjeç, 2 vjeç, 3 vjeç, e pengon që të formoj këtë disiplinë që e kemi kaq të nevojshme për të rritur dhe për të funksionuar si të rritur, të përgjegjshëm dhe funksional. Po. Këtu e kisha dhe tek farkëtimi, tek ndërtimi i kësaj ndjenjës së pritjes, të durimit, që jo çdo gjë mund ta kemi në jetë. Si ndikon
Pse është e nevojshme që ne të ndërtohemi, të zdruktohemi në një kuptim me idenë që nuk mund t'i kemi të gjitha në jetë? Po është e nevojshme, sepse ne jetojmë Doja të shpjegimin e mjekes, psikiatre në këtë sens. Jam shumë dakord me të. E kuptoj, sigurisht. Është e nevojshme sepse ne, si qenie shoqërore, ne na duhet që të ndërveprojmë me qeniet e tjera shoqërore. Dhe në qoftë se ne nuk jemi të përgatitur të pranojmë vonimin e gratifikimit, nuk jemi të përgatitur të pranojmë që ka një pjesë të gjërave që ne duam t'i bëjmë apo duam t'i kemi dhe një pjesë të gjërave që duhet t'i bëjmë dhe duhet t'i kemi, atëherë kjo na shkakton shumë probleme për t'u relacionuar me të tjerët. Dhe frustracioni do të vazhdoj në jetë, sepse në momentin që dëshirat e mia dalin përtej hapësirës time personale dhe futen tek hapësira e dikujt tjetër, atëherë unë do kem një reagim nga i dikush tjetër, i cili do të gjeneroj akoma më tepër frustracion. Pra, autodisiplina dhe pranimi i faktit që ka një balancë midis gjërave që duam dhe gjërat që duhet, është momenti nëpërmjet të cilit neve rritemi dhe bëhemi të funksional. Bëhemi të rritur, adults. Fëmijët e swipit, si do t'janë në të ardhmen? Ka disa vite që flitet për një kategori të caktuar në rritje. Kjo kategori në anglisht quhet NEET, që po ta përkthejmë janë njerëzit që nuk janë në shkollë, nuk janë në asnjë lloj trajnimi, për shembull trajnim profesional, dhe nuk janë as të punësuar. Këta janë kryesisht të rinjt. Dhe në vendet të caktuara këta janë kryesisht të rinjt meshkuj. Në Britaninë e Madhe llogaritet që rreth 10% e të rinjve i përkasin kësaj kategorie. Kjo është jashtëzakonisht shqetësuese, sepse na tregon dhe këto numra po rriten dhe në vendet e tjera. Britania e Madhe e ka bërë studimin tani në fund, por kemi të dhëna që këto kategori po rriten dhe në vendet e tjera. Kjo do të thotë që ne po na rritet një brez i cili është tërësisht i papërgatitur, qoftë nga pikpamje profesionale, pra nuk ka aftësitë për të kryer aktivitete fitimprurse, po qoftë nga pikpamja emocionale, pra nuk ka aftësitë për të relacionuar me të tjerët, me mjedisin. Dhe mund të parashikojmë pothuajse me siguri të plot që është një brez, pra ky 10% do të ketë probleme me disfunksionalitetin apo me funksionalitetin e tyre. Si do të kenë mundësi këta njerëz që të hidhen në tregun e punës, që të kenë marrëdhënie me njerëzit. Pra, sa më shumë të zgjerohet kjo kategori, aq më i madh është problemi shoqëror mbi të ardhmen e brezave që do të duhet të zvendçojnë brezat e sotëm, që të prodhojnë të mira materiale, që të prodhojnë ide, që të rregullojnë marrëdhëniet shoqërore, ekonomike etj. Dhe që t'ju transmetojnë brezave pasardhës mençurinë dhe dijenin që brezat më përpara kanë grumbulluar. Çfarë duhet bëjmë prindrit? Prindrit kanë nevojë për ndihmë. Unë vërej që ka një lloj tendence për të fajsuar prindrit. Por ne duhet kemi parasysh që prindrit, si e the shumë bukur Mira në fillim, prindrit ne gjithashtu jemi fëmijë. Teknologjia ka avancuar kaq shumë. Jemi të gjithë fëmijë para saj. Jemi të gjithë të papërgatitur. Pra, teksa ne përpiqemi të flasim që duhen ndihmuar fëmijët dhe adoleshentët dhe të rinjt, por po ashtu duhen ndihmuar dhe prindrit, sepse ky është brezi i parë i prindërve që nga fillimi i historisë së civilizimit, që janë shumë më larg fëmijëve të tyre se sa ata vetë kanë qenë ndaj prindërve të tyre. Shumë më larg sepse jo vetëm nuk e kuptojnë hapësirën në të cilën vendosen fëmijët e tyre, po ata dhe nuk penetrojnë dot. Sepse aksesi online, për shembull, është shumë individualizuar dhe shumë i sekretuar. Dhe prindi nuk e ka absolutisht iden me kë komunikon fëmia online. Prindrit e më përparshëm, brezi i më përparshëm, e dinin fare mirë se me kë ku shkonte të flinte fëmia në natën. Ti e çoje vajzën apo djalin të flinte ke shtëpia e shoqes apo shokut dhe e dije shumë mirë cilët ishin prindrit, ku punonin, me kë flisnin. Kurse sot, fëmijët e sotëm, të rinjtë e sotëm operojnë në hapësira online të cilat janë të njohura
njohura vetëm për ta. E vërtet. Dhe për këtë arsye prindrit kanë një sfidë jashtëzakonisht të madhe dhe nuk mund të lihen të vetëm, nuk mundet të fajsohen prindrit, ti e lë kalamanin gjithë ditën në tablet. Është një rrugë e kollajshme, por para se të ngrem gishtin dhe t'ja drejtojmë për të fajsuar prindrit, duhet të mendojmë se si duhet të ndihmojmë prindrit gjithashtu. Një gjë tjetër që do të thosha është edhe që Shqipëria, si edhe shumë vende të tjera në Evropë dhe në botë, përballet me një urbanizim shumë të shpejtë dhe shumë të fuqishëm. Do të thotë që hapësirat publike janë gjithmonë më të kurrura dhe gjithmonë më të rregulluara. Do të thotë që ti gjithmonë më pak ke hapësira publike ku fëmijët mund të jenë spontan. Edhe në rast se ka hapësira publike si parqe etj, ato janë gjithmonë të rregulluara me orare, kalamani vjen tani bën yoga këtu, pastaj do vej të bëj mësim pianoje etj. Sa më shumë të kurren hapësirat publike, aq më shumë fëmijët dhe adoleshentët hapësirat publike dhe aktivitetet publike, aq më shumë fëmijët dhe adoleshentët do të bien pre e hapësirave online. Sepse çfarë tham në fillim, ne jemi kafshë shoqërore dhe përmend fjalën kafshë në kuptimin biologjik. Ne kemi nevojë për kontaktin dhe nëse kontaktin nuk arrin ta gjejmë fizikisht, do ta gjejmë online. Atëherë para se të ngrem gishtin dhe t'ja drejtojmë prindërve për t'i fajsuar, duhet të mendojmë si shoqëri çfarë po bëjmë me hapësirat publike. Sa hapësirë po i lëmë kalamajve dhe adoleshentëve tanë që të mund të ndërveprojnë personalisht. Nuk e di nëse e pe serialin e famshëm në Netflix Adolescence dhe në fakt ishte një shkundje për shoqërinë, jo thjesht për prindrit. Realisht mua më ka lënë pa gjumë atë natë. Kam një nip 11 vjeç i cili luan lojën Roblox, që e luajnë të gjithë fëmijët. Është një lojë që realisht përpiqem ta kuptoj dhe nuk arrit dot të futem. Ju ma ndërmendë duke thënë që ata kanë një botë që ne nuk ua kuptojmë dot. Besoj motra ime, nëna e tij, nuk është në gjendje ta kuptoj aty funksionon që futen dhe njerëz të tjerë. Pra, Drini mund të thëras dhe melodin nga Washington DC dhe të luajnë bashkë në Roblox. Është një komunikim dhe nuk e di pse janë të gjithë të fiksuar pas kësaj lojës dhe çfarë ka kjo loja brenda dhe si po i edukon këta fëmijë kjo loja ose si po i shkatron. Me frikë them këtë me keqardhje. Atëherë, ka një element aty që është shumë ndjellës për të rinjt apo fëmijët që përdorin një lojë si Robloxi. Përmende për shembull melodia nga Washingtoni. Edhe kjo i jep fëmijës një gjërësi, hapësire shumë të madhe. I jep perspektivën që është qytetar i botës. Dhe sidomos për ne, shqiptarët që vim nga jo vetëm jemi vend i vogël dhe homogjen, por vim nga një e kaluar shumë e mbyllur, ne sigurisht edhe fëmijët tanë kanë në pavedijen kolektive të kalamajve tanë ekziston informacioni që vim nga një shoqëri e mbyllur dhe vlera e të jetuarit në një shoqëri të hapur është shumë e madhe. Po që ke drejtë se e shoh atë eksitimin e adrenalinën e Drinit kur po luan edhe për Amerikën, ka një kuriozitet. Askush nuk i ka thënë asgjë, po e di veta. E din se i mësojnë dhe nga TikToku dhe nga këto rrjetet. Sigurisht, kështu që janë shumë YouTube. Është shumë diellse. Loja online të vendos në një hapësirë shumë të madhe dhe të bën të ndihesh i rëndësishëm, sepse je pjesë e një konstelacioni botror, të bën të ndihesh është shumë e rëndësishme për fëmijën të riun, adoleshentin. Prandaj nuk është aq e kollajt që ta ndërpresësh apo që ta ndalosh këtë gjë. Nuk është e kollajt edhe sepse fëmia apo adoleshenti mundet të adoptojë një identitet të rrem dhe të pretendojë që është më i madh se në fakt ç'është. Edhe për këtë arsye filtrat duhet të jenë në bashkëpunim, jo vetëm të imponuara nga autoritetet rregullatore, por duhet të jenë për shembull në bashkëpunim me prindrit, por edhe me pjesëmarrjen dhe me mirëkuptimin e fëmijëve, adoleshentëve dhe të rinjve. Është e mundur që të bëhet, që të merret mirëkuptimi i fëmijëve, sa kohë që atyre ju shpjegohen siç duhet riskjet, por edhe duke njohur edhe përfitimet. Doktor Eshledia, varësia ndaj telefonit nuk është vetëm tek fëmijët, është tek të gjithë moshat, është dhe tek nëna ime 74 vjeçare, i shoh që janë shumë në telefon.
Unë vetë jam shumë në telefon. Edhe kur s'kam punë për të bërë, dhe pse ankohem për telefonin, jam vazhdimisht duke bërë scroll, duke parë një artikull, pra mbetem aty dhe syt na bëhen, kur them ndonjëherë unë gjak, mbi telefon. Kjo është një varësi, është e kuptueshme. CEO i iPhone-it i tha Dua Lipës që ne nuk e bëm telefonin që njerëzit i shërbejnë pak a shumë telefonit, po telefoni njerëzve, po është e kundërta dhe ata përpiqen që ta ndalojnë në ambientet e tyre. Nuk është aq e lehtë ta lësh telefonin se të zë paniku. Dhe ju e shihni këtë si një sëmundje, si një varësi të rrezikshme tonën? A ka një mënyrë që ne ta ndihmojmë veten? Rreziku vjen në momentin kur duhet të përcaktojmë cili është rreziku. Rreziku ka dy momente. Së pari është kur telefoni apo mjeti digjital merr jetën tonë përsipër. Dhe sa kohë që neve fillojmë dhe injorojmë gjërat e tjera, sepse ajo që po shohim në telefon është mërësisht interesante, ose mendojmë në atë moment është mërësisht interesante dhe duhet ta mbarojmë atë. Je në një darkë të bukur me njerëz, dikush është në telefon, ose të gjithë janë në telefon, e trisht, buzdeti. Pikërisht. Pra, rreziku ky i pari rrezik. I dyti pastaj është që se si algoritmet e ndryshme formosojnë atë që ne duhet të mendojmë dhe duhet të ndjejmë. Pra, edhe ndërhyrja në formimin e reagimeve emocionale apo të shtampave mendore është gjëja që është gjithashtu e rrezikshme. Ne, si qenie të pavarura shoqërore, preferojmë gjithmonë të mendojmë në mënyrë të pavarur, por mënyra se si algoritmet ndërhyjnë në jetën tonë, na furnizojnë përmbajtje e cila pastaj fillon dhe ndërton një lloj qasjeje të caktuar, është gjithashtu diçka që ne duhet ta kemi parasysh. Po për fat keq nuk e kemi parasysh dhe kjo është e rrezikshme. Përveç asaj, përveç faktit që siç e the, jemi në një darkë shumë të bukur, buzdeti, 8 veta rreth rrotull pamjen e bukur, asnjë nuk shikon perëndimin, janë me kokë telefon. Kjo më duket e rrezikshme se nuk shijojmë natyrën. Futemi në një botë tjetër e shohim perëndimin në telefon, e kemi përballë, më të bukur, të purpurt. Prandaj ka disa iniciativa që për fat keq janë akoma shumë të shkëputura, që ti për shembull shkon në një kafene dhe thotë që këtu nuk ka telefon, thotë këtu duhet të shohësh njëri tjetrin në sy dhe jo telefonin. Duhet ta shohësh botën nëpërmjet syve të dikujt dhe jo nëpërmjet telefonit. Është e vërtetë, unë e ndaj këtë shqetësim. Nuk ka një përgjigje akoma, sepse edhe reagimi i publikut nuk është ende aty ku duhet jetë, edhe publiku vazhdon të jetë shumë pranues ndaj këtij invazioni që është bërë nga teknologjia digjitale në jetët tona shoqërore dhe në jetët personale. Doktoresh Lidia, pse na pëlqen ekrani i telefonit? Ka ngjyra më të bukura? Ka diçka aty që ndikon në trurin ton, tek neuronet tona? Patjetër që ka. Domethënë është një pjesë e mirë e programeve janë hartuar për të qenë adiktive. Edhe ajo që shohim tek të rinjt, për shembull, që rreth 11% e adoleshentëve sot kanë sjellje problematike ndaj mediave sociale. Edhe kjo është e rëndësishme se 11% duket si numër i vogël, po në vitin 2017 ishte 7%. Domethënë në më pak se një dekadë, në më pak se një dekadë ajo është ngritur dhe unë besoj që në studimin e ardhshëm do jetë akoma më e lartë. Kështu që është i rëndësishëm si problem, është një problem i ndërtuar, domethënë nuk ndodh rastësisht. Siç thash, në fillimet e përdorimit publik të hapësirave digjitale, nuk ishte kaq e kollajt saç është sot që të ngecesh në një material online dhe që pastaj scrolli apo swipe është shumë i kollajshëm. Ti nuk ke nevojë as të thuash madje, as të thuash kalo te faqja tjetër, sepse mjafton me gisht të shkosh tek. Dhe janë ndërtuar algoritme të tilla që të ndërtojnë sjellje adiktive. Dhe prandaj zgjidhja nuk mund të vi vetëm duke përgjegjësuar prindrit, apo duke kërkuar mirëkuptimin e fëmijëve. Duhet të vi duke bashkëpunuar me të gjithë ata që kanë
një përgjegjësi dhe një mundësi për të ndryshuar, duke filluar që nga ato tekët e industrisë. Me siguri e keni dëgjuar shprehjen bëni parat tuaja të punojnë për ju. Një nga mënyrat për të realizuar këtë është nëpërmjet obligacioneve korporative. Përmes shërbimit të nënshkrimit të ABI Bank do të ofrohet mundësia për të investuar në obligacione të emetuara nga kompani të njohura me emër dhe të suksesshme në tregun vendas. Ky instrument financiar mund të ndihmojë në diversifikimin e portofolit tuaj dhe të ofrojë norma interesi të cilat mund të jenë tërheqëse në varësi të kushteve të tregut. Vazhdoni që ndroni me episodin. Po, edhe me që jemi të tekët e industrisë, ma merr mendja që pas gjithë kësaj është një industri e madhe parash, edhe është biznes, është just business. Por ama kur e mendon, mendje brillante e krijojnë këtë, se besoj aty nuk janë thjesht inxhinier, duhet ketë dhe psikolog, duhet ketë edhe neurolog, duhet ketë dhe shkencëtar që bashkëpunojnë për të dhënë për të krijuar këtë lloj bote. Patjetër, po unë do i referohem të duket një mendje brillante pas kësaj. Po do i referohem atij citatit të CEO-s së iPhone-it që tha që ne nuk e ndërtuam iPhone-in që të ndërhyjmë në jetën tuaja, ndërtuam që t'i ndihmojmë jetën tuaja. Dhe në fakt, e vërteta është që ne të gjithë përfitojmë jashtëzakonisht nga të mirat e teknologjisë. Domethënë informacioni është më i kollajshëm se kurrë, është më i aksesueshëm se kurrë, edhe sot, për shembull, mbas disa vjetësh që i përdorim ato smartphone-at, mund ta kemi pak të vështirë të mendojmë, po si kemi gjetur filan kafe, si kemi lënë takimet më përpara. Si linim takimet më përpara. Gjithsesi jemi takuar, thjesht i kemi lënë më ngadalë. Jeta ka qenë më ngadalshme, kjo është vërtet. Jeta ka qenë më ngadalshme. Kemi jetuar më ngadalë, kemi pritur. Kemi patur, nuk e kemi patur kërcin e menjëhershme. Eksakt, kemi patur modulim dhe kemi patur më shumë emocione. Dhe kjo është teknologjia tani të jep mundësinë që ta arrish atë gratifikimin e menjëhershëm që thot Freudi në punimet e veta, që gratifikimin e menjëhershëm ta arrish shumë kollaj dhe ta arrin të gjithë. Pra nevoja për të shtyr gratifikimin e menjëhershëm nuk është më, sepse arrim të gjithë kollaj. Tani të gjithë kanë akses tek të gjithë. Nëse më përpara ishte Madonna, tani të gjithë kanë një faqe në Instagram, të gjithë mund të jenë protagonistë, të gjithë janë heronj, të gjithë janë të famshëm. A është kjo e shëndetshme, një lloj barazie psikoemocionale për shoqërinë? Unë do doja këtu t'i referohesha Andy Warhol, i cili artisti i famshëm i viteve 60, i cili kjo ishte shumë i parakoshëm, sepse atëherë mediat ishin shumë të varfra. Mediat vizive ishin shumë të varfra. Prandaj kishte edhe artistë të mëdhenj. Megjithatë 60 ca vjet përpara, Andy Warhol tha do të vi një ditë, tha, që çdo kushta do të ketë 15 minutat e veta të famës. Ai mbase nuk e kishte parashikuar që kjo do të vinte nëpërmjet kësaj lloj teknologjie, por mbase ai si një vërejtës i holl i natyrës njerëzore kuptoi që nevoja për të verifikuar nëpërmjet famës është një nevojë e çdo individi dhe mediat sociale na japin këtë mundësi që të jetojmë nën iluzionin që jemi të famshëm. Ose siç thot Orwelli. Eksakt. Kështu që është një nevojë egoiste e individit, e cila në shoqëritë më tradicionale, pra në shoqëritë pre-digjitale, ka qenë e menaxhuar nga një kontroll më i fortë shoqëror. Kur flas për kontroll shoqëror, nuk i referohem kontrollit politik shoqëror. I referohem marrëdhënieve njerëzore, përgjegjësisë tonë me njëri tjetrin, të cilat ishin më të fuqishme në kuptimin e kjo është përgjegjësia jote, kjo është përgjegjësia ime, këtu ndalon ti, këtu filloj unë, këtu etj. Ndërkohë që media sociale të krijojnë një iluzion që hapësira jote është e pamat dhe është e jotja për ta përdorur si do duash ti. Dhe ky është një lloj iluzioni, sepse shumë adoleshentë janë pre e këtij iluzioni dhe ndërveprojnë online të pavetëdijshëm se si kjo famë e shkurtër që marrin online mund të kthehet kundra më vonë. Dhe kemi parë shumë raste të cilat madje kanë qenë në kufi të kriminales, kur gjëra shumë intime të ndara nga adoleshentë online janë kthyer më pas për arsye kriminale, për arsye shantazhi etj. Dhe ka pasur për fat të keq edhe shumë
adoleshentëve të rinj që kanë përfunduar në vetvrasje për arsye të këtyre presioneve? I pyes gjithmonë të ftuarit për lumturinë, po në rastin tuaj do ndryshoj pak se nuk e dua një qasje tuajën për lumturinë personale, po në përgjithësi për lumturinë që po ndërtojmë me teknologjinë, në kohën e teknologjisë. Po ta vësh re, nuk e di nëse e ke vëzhguar, atë ka rënë në sy, po gjithnjë më pak njerëz apo fëmijë të qeshur shohin. Presioni në fakt është më i madh. Unë do ndaj këtu tani një diskutim që pata me një koleg, profesor psikiatër nga një vend tjetër, evropian, i cili brezi im, i cili pretendoi që të rinjtë e sotëm janë shumë më të privilegjuar se sa brezat e më përparshëm, sepse i kanë gjërat shumë më në pjatë, shumë të kollajshme. Unë të mendoja të kundërtën, në fakt, sepse fëmijët dhe adoleshentët e sotëm gjenden përpara një presioni shumë të madh informacioni, pritshmërisht për të performuar simbas ca stereotipeve të cilat janë jashtë kontrollit të tyre. Edhe për këtë arsye presioni mbi ta është shumë më i madh se sa presioni mbi edhe zgjedhjet. E nganjëherë edhe të kesh shumë zgjedhje është një presion i madh, sepse të duhet të mendosh në një moshë shumë të papjekur, të duhet të marrësh vendime që mund të kenë pasoja afatgjata për gjithë pjesën tjetër të jetës tënde. Kështu që nuk do nxitohesha të thosha që fëmijët, adoleshentët të rinj të sotëm e kanë më kollaj se sa ne, thjesht sepse kanë ca të mira materiale më shumë, sigurisht, është e pamohueshme që brezat e sotëm jetojnë nga pikpamje materiale në bollok shumë më të madh se sa çdo brez tjetër që ka njohur më përpara. Por nga ana tjetër, konfuzioni në lidhje me çfarë përgjegjësish kanë këta njerëz, ky brez ndaj botës është shumë më i madh se sa për brezat e më përparshëm. A i shkakton bolloku trurit një lloj depresioni po aq sa mungesa e madhe e gjërave? Po sa kohë që të mirat materiale bëhen një mënyrë për të krahasuar vlerat e tua, do me thonë, babi ime ka makinën më të mirë dhe më të madhe se babi jot, ky nuk ka pse, është një artific që nuk ka pse të jetë në mendjen e fëmijës. Edhe në këtë kuptim, konsumizmi shkakton një breng për cilën shoqëria është e papërgatitur që ta Ju jetoni prej më shumë se 4 vitesh në Kopenhagen, Danimarka, bota skandinave, ka një koncept për jetesën. Kam dëgjuar dhe për hygien, koncepti jetesës që përgatitet shoqëria, përgatitet njerëzit që fëmijë për të gjetur kënaqësinë në gjërat e vogla, siç thuhet simple pleasures, pra kënaqësi të vogla. Është një koncept që duket pak i vështirë ndoshta me rrjetet sociale, po atje në Danimarkë, në botën skandinave ja dalin gjithmonë, t'i bëjnë disa gjëra. Ndoshta. Funksionon. Po, unë jam dëshmitare e saj. Sigurisht si njëri që vjen nga jugu i Evropës, unë kam pak të vështirë të kuptoj aspektin e lumturisë atje, sepse për shembull jetojnë në një mod shumë ndryshe nga këtu, dimri është shumë i errët, edhe për njerëz si unë, që vjen nga jugu, që ka dritë, që ka diell, është pak e vështirë të kuptosh dimensionin e lumturisë në errësirë. Por ata ja dalin e para, kanë lindur dhe janë rritur atje dhe janë mësuar me atë, por është edhe kjo që e kanë përpunuar konceptin e kënaqësive të vogla në art. Domethënë atje si ja dalin? Si e bëjnë? Ja dalin duke ndërtuar hapësirat e tyre të jetesës me gjërat e vogla, për shembull me qirinjt, me dritat e vogla, me ëmbëlsirat që bëjnë. Ëmbëlsirat daneze janë të famshme, ato pastat daneze janë të famshme në gjithë botën, për shembull. Edhe janë vërtet shumë të mira. Edhe për shembull një nga gjërat më të mira të kuzhina daneze pothuajse nuk ekziston, po ta krahasoj me kuzhinën mezetare etj, por një nga gjërat më të famshme atje është buka me gjalp. Edhe ata mblidhen rreth. Kjo është kënaqësi. Po, rreth bukës me gjalp, oxhakut, edhe bisedojnë me njëri tjetrin, nuk kanë obsesionin digital që kanë shoqëritë e jugut. Edhe këtu e them për shoqëritë e jugut sepse nuk dua të fus vetëm Shqipërinë. Shqipëria nuk është një fenomen i veçuar, po un kam përshtypjen që marrëdhënia me hapësirën digjitale shkon përtej Shqipërisë. Pra le të mos fajsojmë vetëm shoqërinë tonë si një shoqëri disfunksionale,
sociale, por le të kuptojmë që është një fenomen shumë i përhapur. Nuk e shoh atij aq të përhapur, kur janë rreth rrotull tryezës duke ngrëndar, nuk e shikon njëri telefonin. E kanë një marrëdhënie tjetër sepse janë më të përqendruar tek ajo që kanë për të thënë, sesa tek ajo që kanë për të parë tek celulari. Fëmijët si duken atje? Adoleshentët? Ata kanë gjithashtu plagët e tyre shoqërore. Sepse nuk ka më shoqëri të veçuara nga globalizimi. E vërtet. Unë gjithashtu duhet të them që unë jam e huaj atje në Danimark. Domethënë nuk jam një njeri integruar që të mund të kem një perspektivë shumë personale mbi jetën e adoleshentëve. Por për shembull, është një shoqëri që lufton me varësinë nga alkooli, për shembull, edhe kjo gjithashtu prek edhe adoleshentët. Pra nuk janë të përjashtuar nga sfidat që shoqëritë e tjera kanë ndërmarrë, por janë një shoqëri që kujdesen për njëri tjetrin, edhe që përpiqen të krijojnë edhe rrjete mbështetjeje, që kur dikush është duke dalë nga shoqëria, ata ta kapin edhe ta mbajnë, ta mbështesin. Au! E shpëtojnë njëri tjetrin, e duan njëri tjetrin. Përpiqen ta bëjnë këtë gjë. Ne të shtym. Që po e pam që po të rëshket këmba dhe një çik më shumë, të japim një dorë. Përpiqen të ngren hapësirat institucionale, që kjo do të thotë shërbimet e nevojshme, që ti mbajnë njerëzit që janë në rrezik. E bukur kjo. Unë kam një lloj idealizmi, nuk e kam parë, sepse ky është fiks njeriu që glorifikon së jashtëmi, që më duken vende që i kanë gjërat në rregull, në vendin e vet, njerëz që u përgjigjet sistemi arsimor, ka një lloj demokracie sociale të fortë atje, një lloj publik janë ndjehet shumë, pra tek sistemi shëndetësor, tek ai arsimor, janë një çik të rreptë, nuk e kanë futur shumë këtë kapitalizmin e egër, gjë që personalisht më pëlqen. Kam një simpati kur publika menaxhohet mirë. Funksionon, ju ka dalë për mirë atyre, besoj. Patjetër. Këtu për shembull mund të jo njeri integruar në shoqërinë daneze, po si njeri që jetoj në Danimark. Që e njeh atë se jemi mjekë. Jam dëshmitare e faktit që për shembull në çdo lagje ka një bibliotekë publike. Unë jam antare e një bibliotekës së lagjes time, ku shkoj, mund të shpenzoj kohë atje apo mund të marr të kthej librat. Ka një shtëpi kultura ku bëhen kurset e salsës apo të jogës apo falas, ku ti paguan një fishë shumë simbolike dhe ku mund të marrësh të rriturit e kanë fjalën. Edhe ajo që i thon welfare state, shteti i mirëqenies sociale, është tmerrsisht funksional atje dhe në disa vende të tjera, domethënë jo vetëm Danimark. Edhe është shteti i mirëqenies sociale, do ta them në anglisht, për fat të keq, e thash në shqip, po do ta them në anglisht sepse ekziston si koncept shumë i formësuar në gjuhën angleze, që është welfare state, pra, që është shteti ku të gjithë mbështetim të gjithë. Do të thotë që shteti ku taksat e larta justifikojnë të gjitha shërbimet publike, ku jo vetëm rrugët janë mjaft të mira, po ku shkollat publike janë mjaft të mira, ku shërbimi shëndetësor është mjaft përgjegjës dhe ku gjitha shërbimet e tjera që ti si qytetar ke nevojë të marrësh i merr. Dhe janë vende ku vërtet taksat janë mjaft të larta, jo të gjithë janë dakord me faktin që taksat janë mjaft të larta. Unë nuk i lejoj vetes që të kem një mendim, një opinion për atë, sepse jam e huaj atje, por arrit të shikoj me sytë e mi se si përdoren taksat në të mirën e komunitetit. Dhe si mjekë psikiatre, besoj mendoni që kjo paqe sociale i ndihmon njerëzit që të shohin punën e tyre, edhe t'i japin dorën njëri tjetrit. Të jenë më të qetë, kjo t'je paqe. Gjithmonë. Nuk është rregulli i xhunglës siç është në vendet e jugut, përfshirë dhe Shqipërinë. Gjithmonë paqja sociale, gjithmonë dhe në fushën time, në fushën që unë punoj, ne kemi të dhëna të mjaftueshme që tregojnë që një shoqëri që ka shëndet mendor të mirë është një shoqëri e mirëqen dhe e pasur, dhe anasjelltas është e vërtet. Një shoqëri e mirëqen dhe e pasur ka gjithmonë përfundime më të mira për shëndetin mendor të qytetarëve të vet. Ledia Lazari ka 15 vite që jeton jashtë Shqipërisë. Si është për një grua, për një njeri, për një qenie njerëzore, të jetojë në udhëtim dhe larg shtëpisë? Ju komplimentoj për karrierën, fantastike, por ne mund të themi sa mirë, po ai secili e di vetë
ku i pikon çatia? Është shumë interesant. Së pari unë duhet të pohoj atë që është gjëja shumë interesante atje. Puna ime më lidh me 53 vende të rajonit evropian, edhe kjo është një gjë unë ndihem shumë e privilegjuar dhe e nderuar që kam këtë mundësi që të ndërveproj edhe që të asistoj vende të ndryshme në programet e tyre të shëndetit mendor. Kjo është një gjë ku unë ndihem vërtet shumë e nderuar edhe me fat. Nga ana tjetër, 15 vjet do të thotë që unë kur ika nga Shqipëria isha e rritur. Dhe rrënjët e mia shqiptare ishin ndërkohë shumë të thella edhe shumë të fuqishme. Dhe atë që më mungon shumë shtëpia, më mungon Shqipëria, më mungojnë marrëdhëniet miqt edhe të afërmit e mi, sepse siç e thash, nuk isha 23 vjeç kur ika, isha adulte, dhe për këtë arsye pikat e referimit që kam vazhdojnë të jenë të forta, por unë përpiqem që të vazhdoj të kultivoj, sepse nuk do doja që të humbja ato thesare të çmuara miqësie që un kam në Shqipëri, në Tiranë. Por pastaj sfida është që puna ime është e tillë që nuk më lejon të integrohem, sepse un kam një punë që lëviz nga një vend në tjetrin, edhe as nuk marr mundimin, si thua, që të integrohem në një vend caktuar, sepse jam gjithmonë e huaj. Kjo ka çmimin e vet, paguan çmimin e vet, je një dëshmitar i atij vendi, por nuk je kurrë pjesë e tij. Edhe kjo të jep një ndjesi të qenuri i përjashtuar, edhe unë pezullie mbaste. Pezullie shumë bukur. Pezullie, dhe unë jetoj pak midis asaj që jam në pezulli atje ku jetoj, po dhe kur vi në Shqipëri kam ankthin që prit të mbaj të gjitha marrëdhëniet, sepse përndryshe kthehem në pezulli edhe në vendin tim. Domethënë kjo është një sfidë. Jeta nga një aeroport në tjetrin, nga një avion në tjetrin, unë udhtoj rrallë, nuk udhtoj shpesh sepse nuk është pjesë e punës time, kur më duhet udhtoj për kënaqësi apo ndonjëherë për ndonjë podcast, por nuk janë të shpeshta. Pra unë kryesisht jam në Tiranë, ama kur më ndodh doktoresh Ledja, është e çuditshme, po përjetoj një shkëputje paksa të çuditshme, e humbas pak kontaktin me rrënjët, apo dhe me shqetësimet e mia, marr një distancë nga gjërat që më shqetësojnë apo gjërat që më përmbushin, dhe kjo më ndodh kur jam në avion apo kur shkoj në një vend tjetër. Dhe mendo të shkosh dhe të jetosh. Shumë e vërtetë. Me ndodh trurit, po. E njoh shumë këtë ndjesi, ashtu është. Edhe në fakt ka një gjë që kur sidomos kur lëviz nga një vend në tjetrin, edhe për një udhtim të shkurtër qoftë, ka gjithmonë një shkëputje kohe dhe hapësire. Sidomos ajo kur je në aeroport, kur je duke pritur avion, kur je brenda në avion, kur del nga avioni, ke një shkëputje, është një dimension tjetër. I bën mirë trurit kjo? Mua nuk më pëlqen. As mua jo dhe aq, po ndonjëherë më pëlqen kur iki dhe nuk mendoj shqetësimet. Më zvoglohen disa gjëra, nuk është se më duket shumë keq. Okej, mua nuk më pëlqen sepse rikthimi pastaj në dimensionin kërkon energji. Për njëri që e bën shpesh, me siguri duhet jetë e lodhshme. Kur del në atë dimensionin e tretë apo të 7 apo të 12, nuk e di si ta quaj, është ti kupton që mund të jesh gjithandej dhe mund të jesh kërkund, dhe për të rikthyer pastaj të duhet një përpjekje. Kështu që është një sfidë, por që unë përsëri e bëj për arsye të punës dhe për një punë për cilën jam e nderuar që edhe e privilegjuar që e kam. A ndryshon truri i njeriut vazhdimisht? Patjetër. Apo bëhet ai më i zgjuar, më i shkatët, më i shpejt, më dembel me kohën? Ne sot jemi shumë më të ekspozuar ndaj stimujve, sesa truri ynë është shumë i ekspozuar ndaj stimujve sesa truri i njeriut 100 vjet përpara. Kjo ka sigurisht përfitime, sepse kjo na jep mundësi që të mësojmë shpejt. Ne mësojmë shumë më shpejt sot. Fëmijët tanë duket sikur janë më të zgjuar se sa gjyshrit e tyre, po në fakt nuk janë aq natyralisht më të zgjuar, se sa janë më të ekspozuar dhe kanë mundësi që të mësojnë më shpejt. Atë që gjyshrit e tyre kanë mësuar për disa vjet, ata mund ta mësojnë për disa muaj ose për disa javë. Dhe në këtë kuptim truri ynë ka një mundësi për të nxënë më shumë brenda një kohe më të shkurtër. Çfarë mendon një psikiatre për qetësuesit? Fjala është e bukur, qetësues, të qetëson. Por, ka një por. Ka gjithmonë një por, sepse puna e mjekut, jo vetëm e psikiatrit, por dhe e mjekut, është që të përdori mjetet
mjetet që mjekësia të vënë dispozicion, mjetet diagnostike, mjetet kuruese, për një kohë të kufizuar. Edhe synon që të japi mundësinë që brenda asaj kohe të kufizuar të rikuperohesh dhe të kthehesh atje ku ke qenë, sa më shumë që të jetë e mundur. Jo gjithmonë është e mundur. Në rastin e për shembull shëndetit mendor, një pjesë e sëmundjeve mendore janë sëmundje kronike, siç është diabeti apo siç janë sëmundjet e zemrës etj. Jo të gjitha sëmundjet, diabeti për shembull nuk shërohet, por diabeti mund të trajtohet dhe njeriu mund të jetojë me diabet në mënyrë shumë të suksesshme dhe shumë funksionale. Kjo është e vërtetë edhe për një pjesë të madhe, pjesën më të madhe të sëmundjeve mendore për shembull. Dhe synimi i psikiatrit është që ta ndihmoj personin në një moment kritik në jetën e vet, me qëllimin afatgjatë që personi të mund të jetojë sa më i pavarur që të jetë mundur dhe sa më funksional që të jetë mundur. Kjo është e mundur, edhe në qoftë se personi do të vazhdojë të jetojë me atë problem të shëndetit mendor që ka. Dhe këtu vi pastaj tek pyetja, tek përgjigjja direkte që qetësuesit do të ishin të nevojshëm për një kohë të caktuar për t'i rikthyer personit për shembull ritmin biologjik, folëm për pagjumsinë, kur po vinim. A flini mirë ju? Po, unë them pasuria është gjumi. Pasuria edhe këto kohë kam një lloj pagjumësie për fatin tim të keq. Jo, ka shumë njerëz që kanë probleme me gjumin, unë jam një ndër ata. Edhe pavarësisht që si mjeke jam njeriu që i kam ofruar të tjerëve gjumin nëpërmjet qetësuesve, jam e vetëdijshme që qetësuesit janë thjesht një pateric dhe që do të më ndihmonin sa kohë që do të mundesha të ristauroja ritmin tim. Doktore Lidia, faleminderit shumë. Edhe shpresoj të takohemi sërish për të folur për diçka tre që do të vi nga studimet e fundit. Më vjen shumë mirë që kemi një zë shqiptar profesioniste, një grua në OBSH. Faleminderit. Faleminderit, ishte shumë kënaqësi. Është bukur këtu? Shumë bukur. Edhe kështu që ishte errët, s'kam bërë ndonjëherë. Po, si në Danimark, të plotësova kushtet. Të errët, po pra. Thash mos të dalësh nga errësira. Bukur. Faleminderit për Ky episod u mundësua nga Abi Bank, Vodafone, Lajthiza, Metropolitan, Melia Durrës, Tumo.